Sheshi i Tetovës vazhdon të jetë i pandryshueshëm tashmë 2 dekada, edhe pse kishte një ndërhyrje 2 vjet më parë, ku në shesh u vendosën disa ulse dhe drunj. Megjithatë, në përgjithësi ky shesh mbetet jo funksional. Kryesisht është një shesh që më shumë përdoret për manifestime, organizime dhe tubime, por i mungon një shëtitore e mirëfillt që do të lidhej me pjesët e tjera, ndërsa edhe pse ka pasur shumë premtime nga të gjithë kryetarët e komunave se sheshi do të ketë pamje tjetër, ende mbetet i pandryshuar. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, është shprehur se po punohet që të depërtohen edhe në 4 blloqe urbane për të hapur rruga nga qendra e deri tek stadiumi. Jeni të informuar që këto ditë është në debat publik plani urbanistik, ndryshimi i planit urbanistik për 4 blloqet urbane, pa e depërtuar pjesën e bulevardit i Linden nga sheshi deri tek stadiumi i qytetit. Nuk ka kuptim të investohet në sheshin e qytetit sepse edhe ashtu përfundon në rrugë qore. Pra, paralel me depërtimin e bulevardit i Linden deri tek kazerme me shka përmbyllet ky aks i rëndësishëm i bulevardeve dhe rrugëve arterjeve kryesore të qytetit, po punohet në drejtim edhe të përpilimit të projektit për parkingun në toksor apo për rregullimin në përgjithësi të hapësirës së sheshit të qytetit. Qytetarët thonë se megjithatë Tetova meriton një shesh më modern dhe më të mirë. Duhet një shëtitore më atraktive, nën kalime dhe më shumë gjelbërim. Kjo në një mënyrë do të ndikonte edhe në përmirësimin e kaosit në komunikacion, më shumë punë për bizneset e vogla, por edhe zhvillim ekonomik. Për më modern, po, mendojmë që në kështu nuk ka në bashkeq. Po dërisa s'ka më majër, mendojmë se po, jenat knoqe. Sigurno, znaš kaj treba da vide? To negde na sportski, negde, ne znam kako da ti kažem. Poseban plac da se napravi za njego i to je. Posebno mesto da ima. Ovo ne vake, ovo nigde go nema. Ovo treba da ima neka stokovna golema, pa da ima ovakvi nešto, alta deca da se zanimava, za rođendani. Ovo sekoj den od sabale do večerne. Duava, purin mu past, po kit. A jeni i kënaqur me këtë shishin që i Ejtë sejmi me kurxhan. Oj, plostat e zanikli. Zanikli, katastrofa. Žalostno. Ovaj ubav grad bez, modern ploštar. Со цветіння, со дървя, со sve što mu treba na jedan ploštar. A ne ovak. E meriton një shesh ma modern. Po, patjetër. Sheshi i Tetovës edhe në këtë gjendje që është tani, megjithatë frekuentohet nga qytetarët, ndërsa më shumë pritet të ketë organizime gjatë verës, ku në vendlindje do të kthehen mërgjimtarët, kurse janë paraparë edhe një sër aktivitetesh në kuadër të verës kulturore të Tetovës. Prandaj qytetarët kërkojnë një shesh më funksional dhe një shesh që do të tërhiqte vizitorët e huaj.